Kryeministri Hristian Mickoski i bëri thirrje për takim kryeministrit të sapo zgjedhur të Bullgarisë Rumen Radev, por thotë se nuk pret përmirësim të shpejtë raporteve mes dy vendeve, duke shtuar se fajin për këtë e ka opozita e vendit tonë. Kur Radev fitoi, e telefonova të nesërmën në mëngjes, e përgozova dhe i urova marrëdhënie të mira fqinësore. Shpresoj që me këtë qeveri të jemi në gjendje të diskutojmë tema që duhet të diskutojmë. Nuk shoh asnjë arsye pse të mos e ftoj në një takim, kështu që po e ftoj. Mickoski theksoi se nuk ka thënë se ka përkeqësim, por se nuk pret përmirësim dhe se nuk është shumë optimist për përbarimin negociata. Mickoski akuzoi opozitën se po shet interesat kombëtare. Për sa kohë që ka masë nga LSDM që gjynjëzon dhe shesin interesat kombëtare maqedonase, nuk pres përmirësim, në vend që të qëndrojnë me ne dhe të luftojnë për interesat kombëtare maqedonase, këta mace vendosën të gjynjëzon atje për hir të verdhëve. Pasi parlamenti bullgar votoi qeverinë e re me në krye kryeministrin Radev, LSDM-ja opozitare uroi duke shprehur pritshmëri që qeveria e re në Sofje do të ndryshojë qasjen konstruktive në raportet me RMV-n. Ndërkohë, në urime dhe lideri i LSDM-s Venko Filipçi dërgoi kritika drejt pushtetit duke thënë se rruga eurointegruese e vendit është bllokuar nga kryeministri Hristian Mickoski.